drejtori normal që bëri arsyetimin e tij, po unë kuptoj një gjë këtu në të projektantin. Ai duhet vërtet bashkisë Vlorë 65 milion lekë për website-in, për mirëmbajtjen e website-it apo për hartimin e website-it, 65 milion lekë, mund të duhet të shifër jashtëzakonisht e lartë. Mendoj që ka shumë të rinje të reja që mund aplikojnë të bëjmë shumë merë për pak lekë se sa kjo shifër e përcaktohet. 65 milion lekë për një web. Tani ne gjithë jemi këtu dhe gjithë kemi dhe web e personale, ma dje shumë nga kolegët që janë këtu. 300 euro për një web, për ta bërë. Nuk e dion tani, ja njëri sofistikuar bëga 2.000, 3.000, doni 10.000, 20.000. 65 milion lekë për një website, është çmendurim. Do të thënë që ose këta kanë ardhur këtu që të na hedhin një syve ne, administrata, kryetari i bashkisë. Ailo Vlora është e parashikuar në buxhetin e 2025-s, po ka ikur nga zëri shpenzim, ka vajtë në zërin investim, sepse është instalacion që do qëndroj jo vetëm për 2025, do qëndroj 2026-2027. Dakor, po kjo me këtë shifër 36 milion lekë, Ailo Vlora mund të shkruaj Ailo Vlora, Amo Vlora në italisht, në greqisht nuk e di si e thotë, do të thonë mund të ishin një 10 apo 15 instalacione të tilla. Edhe tani ta gjëme 36 milion lekë, por ne kemi probleme të jashtëzakonshme drejtor, edhe kryetari i bashkisë që nuk është këtu, kemi probleme të jashtëzakonshme. Dje unë jam informuar që hidrovori i qytetit nuk punon asnjë pompë. Sot edhe na i bësh paravallë që të drejtojmë këtu se këta tjerë tani nuk vinë, ka disa deri që nuk vinë më në Këshillin Bashkiak, si duket o janë ngopur nga të vjedhurat, janë ngopur nga karriera politike, nuk e di nga sa janë ngopur, por nuk vinë më këtu. Ministria e Financave ka bërë publike një tabelë, në cilën ka deklaruar se heturia investime publike për gjitha bashkitë në vitin 2024 dhe ka renditur Bashkinë Tiranë, Durrës, Kamës, unë kur e pash, po habito. Ne jemi të fundit. Miro habita që këta po dakor. Mos ta ambitem unë zënja Bezhani si mendon. Është, do të thënë Bashkia Vlorë në këtë renditje që ka bërë Ministri e Financave për realizimin e investimeve në vitin 2024 e ka realizimin e saj 17.8%. Pa folur për atë që ka ishte akorduar, 2.5 milion, me thënë edhe ajo shifra ishte qesharake, se normal ne kemi thënë, kur ju planifikoni shumë, ditë një pak, imagjino pastaj se çfarë shkojnë për investime. Le pastaj abuzimet të tendera që bëhen edhe fryen ato preventivat e këto, po nëse kjo nuk është për ju, drejtor, se ju jeni te planifikimi, kjo është për ata tjerë që apojnë ato preventivat jashtëzakonisht të fryrë. 17.8% Bashkia Vlorë e ka performancën usëret qamet të themine. Tani, jemi ne, mbas Kamzës, jemi ne, mbas Dibrës, mbas Berati, mbas Kuksit, që janë bashki shumë erë më të vogla sa ne, Bledhin shumë erë më pak të ardhura se ne, janë vënde që, nuk e di do me thëmë, janë vënde shumë erë më të vogla edhe në popullsi, edhe në administrate në gjitha. 17.8%, unë e kam këtu tabelë, nëse ju mund të ma konfirmoni, ose nëse ju e kundërshtoni këtë tabelë, unë jam shumë i dëshiruar të dëgjoj arsyetimin tuaj që ne jemi bashkia e fundit me 17.8%. Dhe tani na vim këtu një ristrukturim, edhe çfarë na thonë? Nuk thonë që to 65 milion lekë të shkojnë për një investim, të rrisim edhe këtë përqindje në investimeve që të çojmë qytetarëve, po t'i bëjmë ca
rregullime website me 65 milion lekë. Unë nuk e di domethënë, edhe ju pastaj thoni që ne vim këtu vetëm për të kundërshtuar, por ne nuk mund të vim të ngrim kartona këtu për bashkinë që ju të vini 65 milion lekë për një website. Por e po a them më jepni mua do t'ua bëjmë falas website, sa do të kushtoj do t'i paguaj unë me lekë të gjerë. Po jo 65 milion lekë i çoni ju tani për të vjedhur. Është e turpshme. Edhe këtë instalacion që na e keni nxjerrë këtu nuk e di kush do ta paraqesë si relacion. Ajo Flora 36 milion lekë. Po çfarë do bëhet tek ajo Flora 36 milion? Nuk e di vetëm po të jetë në një kështu titan ajo, jetë titan që të rezistoj për gjithë jetën, të kalon breza. Se tani ajo Flora nuk e di, po ajo do të pershikuas me ta drita lehtë brenda, e kupton kinezë. Valla ai po kushtojmë shumë nga 3-4.000 euro, tani thonë 36 milion lekë, 36.000 euro. Ju do me thënë në këtë projekt vendim, sot tu doni të vidhin 100 milion lekë, edhe ne të ngrim kartona, të them jemi dakord, vidhin, vazhdoni procedurën. Shumë faleminderit.